Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona ku Prokuroria e Tiranës përfundon hetimet për 17 nga 27 antarët e grupit të shpërndarjes së drogës, arrestuar në operacionin e koduar Epilog dhe kërkon 170 vite burg për ta. Prokuroria e Tiranës përfundon hetimet për 17 nga 27 antarët e grupit të shpërndarjes së drogës arrestuar në operacionin e koduar Epilog dhe kërkon 170 vite burg për ta. Sipas hetimeve, ky grup i arrestuar nëntorin e vitit 2015 shpërndanin drogën në zonat si Ish Bloku, Rruga Elbasanit, pallatet e njohura si Lulishtja 1 Maj, Qytet Studenti, me një xhiro mujore prej 50.000 euro. Të veçuar nga njëri tjetri për të mos u identifikuar asnjëherë, lideri i grupit dhe bashkëpunimi mes tyre. Ta shtetas thot prokuroria, paçka se e tregtonin drogën secili për llogari të vet, në fund ishin të lidhur. Veç arrestimit të personave të dyshuar, policia mundi të zbulojë edhe laboratorin e përpunimit të kokainës, ku me përzierës duke përdorur dhe paracetamolin sasia 2 dhe 3 fishohi për çdo dozë derisa shitej. Në hetim edhe gjatë gjykimit, Prokuroria e Tiranës arriti të provonte se antarët e këtij grupi funksiononin në bazë të hierarkisë, me role të ndara: furnizues, transportues, shpërndarës. Dënimet më të mëdha akuza i ka kërkuar për Julian Bushati me 14 vite, Alfred Nacho 13 vite, Armando Morati 12 vite. Për pjesën tjetër janë kërkuar dënime nga 11 vite dhe deri 2 vite për Indrit Sallahun që akuzohej për mos kallëzim krimi. Pas 4 seancave për këtë grup kriminal të trafikut të drogës, pritet vendimi i treshes gjykuese drejtuar nga gjyqtari Arjan Kaliaj.